Përgjatë muajve shkurt mars, ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë Shkodër është përqendruar në njësinë administrative Dajç, duke hapur me 10 kilometër kanale kulluese. Përgjegjësi i shërbimit bujqësor në Bashkinë Shkodër, Muhamet Muça, tregon se puna do të vijojë edhe në njësitë e tjera administrative. Po punojmë me 2 skavatora. Në këtë moment, normalisht mbështetja e bashkisë në kuadrin edhe të largimit të ujrave dhe krijimin e kushteve për mjetet e pranverës, është një punë me ritme jashtëzakonisht larta. Në zonën në njësinë e Dajçit, në këto 2 fshatra, ne kena arrit të shkojmë dikun të 7.500 dhe 8.000 metër linar kanale. Do vazhdojmë dhe do kryjmë të plot këto 2 skema. Mas saj, normalisht, ne bashkia ka planifiku që ndërhyjmë me një plan mirë organizuar edhe njësitë e tjera. Por në këtë moment po vazhdojmë me Dajçin. Dajçi është pjesë e një rëndësie të veçantë dhe njësive më të mëdha administrative, ndaj dhe çelja e këtyre kanaleve i hap rrugë fermerëve për të mbjellat e pranverës. Dajçi është një zonë jashtëzakonisht e madhe, është një zonë që janë jashtëzakonisht punëtor. Fusha bujqësisë kuptohet, Dajçi është një ndër vendet më të përmendur në Shqipëri për bujqësinë. Është një fakt që krahas bujqësisë tu kanë filluar mbjellja edhe bimëve zbukuruese që në gjuhën popullore quhen pjante. Në këtë kuadër thotë që kjo është një mbështetje jashtëzakonisht e mirë. Ky aksion pastrimi ka nisur prej muajit tetor të vitit të shkuar me qëllim jo vetëm shmangjen e përmbytjeve të mundshme, por edhe krijimin e lehtësirave për fermerët e zonës së Nën Shkodrës.